Drafti një kushtetutë të re që synon ta përcaktojë si shtet më vete entitetin serb të Bosnjë-Hercegovinës është miratuar nga Asambleja Parlamentare e Republikës Srpska. Me kushtetutën e re, ndër të tjera, liderët e Republikës Srpska synojnë ta përcaktojnë këtë entitet si shtet të popullit serb, t'i japin të drejtën e vetëvendosjes dhe të krijojnë ushtrinë e tyre. Drafti, i cili u miratua me 50 vota pro dhe 8 kundër orët e vona të sejndes në Banja Luk, tani do të kalojë në një debat publik 30 ditor, pas së cilës Komisioni Parlamentar për çështjet kushtetuese do të hartojë një propozim që më pas do të debatohet sërish në Asamblen Kombëtare. Kjo është një lëvizje tjetër për ndarjen e Republikës Srpska nga Bosnja e liderëve të këtij entiteti, pasi javën e kaluar Asambleja miratoi ligje që ndalojnë punën e institucioneve shtetërore të drejtësisë së Bosnjës në territorin e këtij entiteti. Veprimet e liderëve të Republikës Srpska janë kundërshtuar nga opozita në këtë entitet dhe janë dënuar nga Bashkësia Ndërkombëtare. Zyra e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë e etiketon këtë veprim si një sulm të drejtë dhe të qëllimshëm ndaj rendit juridik të vendit. Kjo kushtetutë është në kundërshtim me kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, duke shkelur kështu në thelb marrëveshjen e Daytonit. Për ta kaluar kushtetutën e re, nevojitet një shumicë prej 2/3 në Asamblenë Parlamentare ose 56 nga 83 deputet. Shumica e mbledhur rreth aleancës së socialdemokratëve të pavarur të Dodik ka 53 deputet, që do të thotë se të paktën 3 deputet të opozitës duhet të votojnë kundër liderëve të partive, të cilët në përgjithësi kanë thënë se nuk do të votojnë për kushtetutën e re.